1400 protesta mbrana ditës. Tarifat e Trumpit ndaj shteteve të botës, të përfshijë edhe në ishull pa njerëzish në pinguina, nuk i kanë nervozuar vetë shtetet e tjera, po edhe vetë amerikanët. 1400 protesta nëpër 50 shtete janë organizuar kundër menaxhimit të Trumpit për çështjeve sociale, ekonomike e shumë tjera. Me emrin Heqi Duart, organizatorët kanë thënë që i kanë 3 kërkesa kryesore: të japin fund ndikimit miliarderëve dhe korrupsionit në qeverinë Trump, mos më ndal fundet për disa programe të qeverisë, si për mjekësi, sigurim e programe tjera, edhe me jap fund sulmeve ndaj imigrantëve, personave trans edhe komuniteteve tjera. Për të 3 këto kërkesa kemi por raportime prej atje, pe asoj që Elon Musk është angazhuar për me ul shpenzimet e qeverisë me veprime si mbyllja e USAID-it edhe programeve tjera, edhe ndikimi i tij edhe i miliarderëve të tjerë në qeveri, pastaj një kampanjë për arrestim dhe deportim të migrantëve, e cila bën bujt në Amerikë, të kriju frikë te njerëzit dhe raste të tjera të vendimeve kontroverse nga ana e Trump. Këtë protestë kanë dalë miliona njerëz nga gjitha shtetet, po personi kryesor Donald Trump në vikend ka qenë në Florida me një turnir të golfit. Leje që s'ja kanë për protesta, po ajo kritikua edhe për faktin që nuk ka marrë pjesë në ceremoninë e varrimit 4 ushtarë amerikan që kishin humbur jetën gjatë një ushtrimi në Lituani. Për më shumë video se kjo, follow Radio Urban FM 103.5.